Este përballë qeverisë. Fakti që qeveria neve na thirrin koncert, edhe ne nuk shkuam, bashkëngjitur me faktin që ka dalë mesazh online që mësuesët po i kërkojnë nxënësve që të shkojnë në koncert, tregon që janë shumë vende bosh në atë koncert. Pra neve votuam, u zhvillua gara zgjedhore edhe fituam. Qeveria humbi. Tani ata do përpiqen me teknikat e tjera. Kanë një listë të madhe me vende bosh që do duan ta mbushin me nxënës edhe student me atë 4 milion euro që në fale si kemi çuar ne. Nxënës dhe student që jeni ftuar nga mësuesët dhe nga pedagogët tuaj që të merrni pjesë atje. Protesta po kërkon për ju bursa. Qeveria po ju jep juve bileta koncerti. Nëse juve shkoni atje, do të jeni shumë më keq se ata që e shitën votën për një fest pia. Ju po e shisni votën për një bilet koncerti që nuk vlen asgjë dhe nuk e do asnjëri. Siç të gjithë ne kemi gënjur që kemi qenë smur për mos vajtur në shkollë, sot është koha më e mirë për ta bërë sërish, për t'ju thënë mësuesve dhe pedagogëve tuaj nëse keni siklet. Thuajeni jemi smur, thuajeni jemi paqef, thuajeni kemi punë. Edhe bëni mungesën më të bukur na njerë që keni bërë në historinë e Shqipërisë.